Do shkojmë tashmë tek një intervistë tek një ndër bizneset më të rëndësishme, cilët kanë bërë të mundur realizimin e këtij eventit pikërisht Trend Awards 2025, Boss Be Gold, të drejtuar nga CEO i tij, Beke Wash. Përshëndetje dhe faleminderit që e bërë pjesë e jona. Faleminderit për ftesën. Do flasim sot për një histori e cila është sukses, që është një ndër ato bizneset më ndërlikuara, mendoj unë, dhe të vështirë për tregun, por jo i paarritshëm. Me atë çfarë ju keni treguar deri në këto momente, tregon që ka sukses edhe Goldi në Shqipëri, por jo vetëm. Realisht çdo sen kur një person ose një individ vendos me e qu deri në fund një punë, pa marrë parasysh cëllën, gjithmonë është e arritshme. Kështu që ky lloj biznesi nuk është i kollajshëm, është shumë i ndjeshëm, po me qenë që e kam vendosur prej çift kam qenë i vogël që baba e kam nator në Kosovë, edhe gjithmonë e kam pas pasion të çam me bëma ata. Edhe kështu që tan kohën gjithë kam menuar në shku këtë drejtim, nuk jam nda prej kësaj rruge. Ju keni startuar me këtë biznes që para 15 viteve, konkretisht me Boss Be Goldin. Po. Si e mori iniciativën, përveç se... Iniciativën e mora për shkak se të Boss Be Gold janë inicialet familjare. Janë një bjani të fëmijëve, edhe kam kriju kështu si ide, pastaj me qenë se jam në Afrikë, atje jetoj, atje punoj, atje kam minjerën, edhe i përfaqësoj investimet të huaja që vinë atje, bojnë biznes po në këtë drejtim. Edhe kam partneritet në Gjermani që kena edhe në Gjermani bazën, venin ku shpërndojnë krejt botën është pi Gjermania. Kështu që ky biznes nuk është, si tash, është një biznes shumë i... Si e mban mend atë fillimin e këtij biznesi? Po fillimisht është një farë një nervozitet që gjithmonë këtë orje e koni hemën fuqishëm edhe ti me qenë se ka hina na, shanë prej Kosovës, Shqipërisë, po çfarë do të ka i tina, e kena pas gjithmonë menimin që nuk mund arritëm dot deri atje. Punë me lësha ndryshe, thjesht kur më mund dikush edhe unë kam me mua. Edhe nuk jam dalë prej kësaj rruge, gjithmonë kam pas çep me bë. Edhe kështu që kështu vazhdova, nuk u ndola, shkova në Afrikë atje. Fillimisht kam pas vështirësinë se është normal se shtet i huje, njerëz mentalitet ndryshëm, po nuk u dorëzova, nuk u ndola se mu ndola është kollaj, kështu që unë nuk u ndola dhe depërtova. Edhe drejtimin e duhur. Edhe është drejtimin e po. Edhe biznes. Kështu që në këtë drejtim. Ku është sot? Në çfarë pike është sot Boss Be Gold? Sot në ditën e sotit është në tregun ndërkombëtar. Është një kompani njëmë për worldwide. Është një kompani me besueshme për këtë institutë që është akredituar si kompani më serioze. Është në Gjermani, në Amerikë, në Afrikë, Dubai. Kështu që kompania është edhe licencuar ndërkombëtar, është licencuar prej thesari amerikan, që na bojna investime në minera, e nxjerrëm orin e pasurojna në 99, pastaj e shpërndojna në tregun ndërkombëtar. Mbi gjitha e kem kriju edhe tash një token që është i mbuluar me ori, domethënë mbrapa saj është ori real, edhe ajo është si para digitale që është u shku shumë mirë. Easy Gold, e kina Babyn, e kina... Domethënë ja kena mundsuar njerëzve në përbot tana opcionet. Mundën me kon pjesë kompanie, mundën me blej aksionet të kompanisë, mundën me blej tokenat të orit që i kanë siguruar, që i kanë certifikatën të licencuar, edhe mundën me porosit orin prej krejt botës. Domethënë me shpërndona prej Gjermanie në çdo kënd botë. Që jo kena mundësu shqip klienta ndërkombëtar që e kena që mundën shumë. Po me tregon shqiptarë, si ka operuar? Shqiptarët, unë i kam do partnerat në Afrikë që kam njën më bashkë, ja ku mundësu që ata të dhinë më bashkë punojnë, edhe që na bojë është një grupë prej 4 veçve, 4 kompani ndryshme. Edhe 2 kam një edhe më 4 jena me partnerë, edhe çdo herë po vinë më shumë, se gjithmonë Afrika ka pak një hemër që frikë shumë që kanë frikë pak njerëz, po në fakt nuk është ashtu. Edhe kështu që do vazhdojmë këtë drejtim. Si mund ta specifikoni arin që ju prodhoni dhe i keni, pra ideja që e shpërndani, në ndryshim nga ato pikpyetje që mund të ekzistojnë për arabët? Dallimi i Floririt janë 2 gjëra. Shtetet Emirate edhe
aziatike e kanë floririn 995. 995 nuk është 24 karat, në Evropë dhe në Amerikë. Amerika dhe Evropa e kanë një ligj tjetër që duhet të ketë 4 nomshe që të jetë 24. Kuptoj. 995, 4 nomshe dallon 0.5%, por është një sasi e madhe. Kështu që na e kena edhe na kur e nxirë kena 23 karat, nuk është 24, por e bina në Gjermani, në Zvicër e pasurojnë update-in 999, pastaj e qesën tregton. Më jep një arsye pse njerëzit duhet të investojnë në art. Përveç se përfitimeve, patjetër që po ato luhatje që mund të kenë, ato pikpyetje, po rënja, po ngritja, po... Unë flas për veti që kur e kam vendosur me investu në ori, ka qenë një moment shumë kritik, se do më kam menu kështu si më pyetet i mua. Bjen, angrijet, si do funksionon, po me tradita, do mund që 4-5 vjet ori që ekziston, edhe ku nuk ka pas humbje. Që para si hub vlera, sepse senet shtrajtohen edhe vlera e hub. Edhe lekut që ta kish në bank nuk përfiton asen. Kurse nori përfiton gjithmonë. Nuk e kuptoj. Edhe kjo është arsye pse ju tham njerëzve publikisht, unë dalë në rrjetet sociale shpesh ju tregoj se e di që shumë njerëz kanë pas hajër për kësaj punës, më kanë dëgjuar dhe kanë investuar nori, sot kanë përfituar tonë. Veç një shembull e marr, para një viti ka qenë nori 65 euro, sot është 115 euro. Dhe më mrena vitin e se kellon lek bank, po thuaj se 10% në fitim. Bravo, pro kjo është arsyeja pse ju tham njerëzve, më mirë investonori se çdo sa tjetër. Kjo është historia jote e suksesit. Një farë forme po. E ndërlikuar, e bukur, e vështirë. Gjitha e kanë mrena, gjitha. Do të gjesh në këtë biznes do të jesh i vendosur. Nuk ka hajt ta provoj, o bone o mos e bo. Kjo është një drejtë. Po ta bësh do ta çojësh deri në skaj, nuk ka kthim propa, se kjo vendesh kur ti je i vendosur në këtë punë gjithmonë ki fat. Si ti janis me dy menime edhe biznes tjerë, sham kur janis me dy menime nuk funksionon. Është ku ta bësh këtë punë do të më bëj komplet. Çfarë mesazhi ke për njerëzit e tu, por jo vetëm edhe për njerëzit, lidhur ndoshta edhe me investimin në art? Unë i kisha sugjeru njerëz, ata që kanë mundësi, po edhe ata që kanë pak mundësi, edhe ata mojnë me bo investime në ori që në flori, që le të bojnë sepse hari dhe 2028-2029 do të shkojnë për se 300 euro grami. Tash nëse tash starton blen, mund është vetë me llogarisë se çfarë përfitimi mund të kesh pas një vjeti, mos 2 vjete. Kurse në tjera të sena është pak ma ndërlikume, nuk është sikur të ori. Ori është shumë më mirë. Ne të falenderojmë shumë që ishe pjesa jonë, për mesazhet që na tregove, për historinë tënde të suksesit dhe patjetër sa më shumë njerëz që investojnë dhe fitojnë në art, edhe ju sa më suksese në çdo bashkëpunim apo çdo kompani të re që do të zhvillosh në të ardhmen. Shumë faleminderit.